Ministri i Bujqësisë Fetan Tripunovski nuk do të jap dorëheqje pas arrestimit të drejtorit aktual të Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi Ilija Stoilev për marrje rishfeti. Përgjegjësi kërkon opozitarja LSDM, por Tripunovski thotë se agjencia është institucion i veçantë. Hetimi tregoi se Xhevdet Nasufi, ish ministër i drejtësisë dhe i qeverisjes lokale në qeverinë e Lupço Georgievskit, i ka premtuar 50.000 euro Stoilevit për kompaninë e Nasufit, e cila nuk i plotson kushtet për të marrë para nga i parë. Policia e kapi Stoilevin me 400 euro të para të dhëna nga Adorazi. Позицията повикува на моя оставка, сакам да потенцирам дека агенцијата е посебна институција која што има посебен менеджмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никако поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата. Ministri thotë se arrestimi i Stoilevit është tregues se ligjet duhet të vlejnë në mënyrë të njëjtë për të gjithë, pavarësisht nëse dikush është funksionar aktual apo i mëparshëm, ndërsa qeveria ka treguar mos selektivitet në luftën kundër korrupsionit. LSDM paralajmëron, pas skandalit të korrupsionit është e mundur që Bashkimi Evropian të ndalojë financimet në programin IPARD 3 me vlerën e 128 milion euro. По овој скандал, според информациите кои што ги имаме, веќе има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во IPARD 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Tripunovski nga ana tjetër siguron se Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi do të vazhdojë të punojë pa pengesa. Nuk shoh rrezik për fondot IPARD dhe pagesat kombëtare që i kemi si shtet, thot ai. Ndër të dyshuarit në skandalin me Agjencinë e Pagesave është edhe një punonjës shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, si dhe një referent tatimor i punësuar në Drejtorinë e të Ardhurave Publike. Nasufi, si menaxher i kompanisë, ndiqet për dhënje rishfeti dhe dhënje shpërblimi për ndikim të paligjshëm. Drejtori Stoilov për marrje rishfeti, të dy janë në paraburgim 30 ditor së bashku me dy të dyshuar të tjerë, ndërsa e pesta e dyshuar është në arrest shtëpiak.